Problematika ngritur nga Star Plus pak ditë më parë mbi gjendjen e amortizuar të banesave karakteristike në zonën muzeale të Gjuadolit u trajtua edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak. Këshilltarja e Partisë Demokratike Gloria Shllaku kërkoi që të merren masa pasi këto banesa janë një kërcënim për vizitorët e shumtë të kësaj zone. Për me marrë masa për sa i përket bizneseve që kanë vendos në zonën e Gjuadolit, tavolina bashkë me karrige. Unë e shoh me shumë rëndësi dhe mendoj që duhet patjetër më njëherë bashkia, në këtë rast me policinë bashkiake, që në këtë rast me penalizu këta biznese që nuk po pyesin pra as pak edhe po vendosin. Ne na ka ndodhur nëse ju e mani më para disa viteve, që dikujt domethënë i ka ra një pjesë nga objekte tek zona e Gjuadolit. Pa dhe një aktorit, edhe të lutem të merret sa më parë sepse e shoh që ne diskutojmë disa mbledhje rradhazi dhe nuk shoh asnjë lloj feedbacku domethënë që ka dalë nga kjo. Është shqetësim për ta ne, për ta qytetarët. Ndërkohë, drejtori i Policisë Bashkiake Semir Rusemi garantoi se do të merren masa. Ndoshta edhe për koincidencë në lidhje me këtë shqetësim që sot në këtë moment ka filluar një operacion në pjesën e Gjuadolit, do bëhet konstatimi dhe paralajmimi të gjithë subjekteve që largohen menjëherë nga ato pozicione. Besoj brenda një ditë ose 2 ditë nuk do të ketë më asnjë tavolinë të rreshtuar gjatë pjesës së rrezikshme të. Gjithashtu do bëhet sistemimi i lokaleve tjera me tavolinat që të lehet rruga e lirë për kalimin e qytetarëve. Gjatë diskutimeve të lira, këshilltarët e Këshillit Bashkiak diskutuan edhe për problematika të tjera në lidhje me qytetin e Shkodrës. Bëhet fjalë për rrugën Ura e Mesit, Mes dhe Myselim, ku kërkon një ndërhyrje urgjente për kjo, domethënë ky segment rrugor për shtrim me asfalt. Për rrugën Rozalej, ka shumë problem që po na vendimi dhe alas është bën as edhe një ndërhyrje që besoj se nuk ka përse ne ta zvarrisim. A është e mujtë ndërhyrja në rrugën numër 8, është rruga me frekuentimin më të madh turistave. Janë 2 problematika, me sa kuptoj unë, janë problematika të sjellësit dhe rruga ka nevojë për ndërhyrje për me rregullu në 2 pika të rrugës.